Fund bllokimit të rrugëve hiqen me karotrec makinat që parkojnë dysh ose zën korsit e dedikuara për të gjithë drejtuesit e pabindur, të cilët parkojnë në vende që nuk lejohet. Policia ka gjetur si përgjigje përdorimin e karotrecit. Sipas bluve, në vijim të zbatimit të masave për lehtësimin e qarkullimit rrugor në Tiranë, ka nisur kontrollet e shumta për mos lejimin e zënies të hapësirave publike, ndalimin e parkimeve të dyfishta, po parkimet në korsitë e emergjencave dhe të urbanëve. Automjetet e konstatuara në shkelje janë ndëshkuar me gjop, ndërsa ato të parkuara në korsitë e dedikuara janë zhvendosur me karotrec. Policia shprehet se këto masa ndërmerren me qëllim lirimin e qarkullimit, rregullimin e qarkullimit në zona me fluks të lartë dhe parandalimin e aksidenteve rrugore.